Gratë të dashura, në këtë muaj ros, do të doja të ndaja me ju një poezi që e kam shkruar vetë në ditët më të vështira të jetës sime, kur filluan nga karcinomi të më bien flokët nga hemoterapia, do të doja që sot me ju ta ndaj së bashku. Kur fillojnë të bien flokët nga kemoterapia, fillon të bie edhe një pjesë e identitetit tënd. Kur fillojnë të bien flokët, bie edhe një pjesë e feminitetit tënd. Kur fillojnë të bien flokët, bie edhe një pjesë e vetbesimit tënd. Kur fillojnë të bien flokët, çdo gjë bie, përveç dhimbjes tënde. Kjo dhimbje shtohet jo për flokët e rëna, por të kujton sa shumë gjëra ke humbur në jetë. Humbja e fëmijët është më e rëndë se humbja e flokëve. Do të jepte çdo pjesë të trupit tim vetëm të mundja të rikthej aty. E unë sot me një tuf flokësh të humbura në dorë, qaj humbjen tënde. Unë sot me një tuf flokësh në dorë, rimbledh forcat e fundit për të jetuar. Unë sot me një tuf flokësh në dorë, nuk mbledh vetëm flokët e rëna, por edhe copsat e zemrës sime për të lëftuar më ashpër se kur. Do të doja të drejtoj edhe një mesazh sensibilizues. Desha t'ju them se ju jeni shumë më të forta se sa një diagnozë, ju jeni shumë më të forta se karcinomi. Çdo sfidë që e kaloni ju bën edhe më të forta. Kam kaluar shumë sfida në jetë, duke nisur nga humbja e vajzës time, nga operacionet e shumta që i kisha pas aksidentit, dhe kjo diagnostifikimi i karcinomit të gjirit ishte edhe një sfidë, shpresoj të jetë përfundimtare, por Zoti sprovon njerëzit që i don. Dhe shpresoj se së bashku do t'jemi më të forta dhe do t'kalojmë çdo sfidë. Ju faleminderit.